Përshëndetje, jemi në rubrikën Opinion, tani do të flasim sërish për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Do të kemi një bisedë shumë interesante me zotin Aki Abazi, analist edhe drejtues i Rockefeller Brothers Fund. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Abazi në News 24. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kosova, siç edhe e dim, është përfshirë në këtë debatin e fortë lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Në gjykimin tuaj, çfarë parashikon plani i qeverisë së Kosovës? Në fakt, edhe pse është gjëja më e përfolur tani për tani, mendoj që demarkacioni duhet, ose çështja për demarkacioni duhet vendosur në një spektër pak më të gjerë të analizës se çfarë në fakt po ndodh në Kosovë. Mendoj se nga fillimi i diskutimeve dhe dialogut me Serbinë, që ndodhi fill pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare, ku në një formë u konfirmua e drejta e Kosovës për shpallur pavarësinë, dhe në vend se të bëheshin hapa tutje, vendosëm që të rihapim pakon e Ahtisarit, duke filluar me bisedimet teknike, mandej bisedimet politike që përfunduan në fakt në bisedime për resurset ekonomike të Kosovës, dhe në një formë të befasishme vitin e kaluar në takimin e Vjenës, autoritetet kosovare të qeverisë nënshkruan befasishëm një marrëveshje me qeverinë e Malit të Zi, pa asnjë konsultë të brendshme, qoftë ajo për brenda spektrit politik, diskutimeve dhe debateve parlamentare, apo në biseda me qytetarët të cilët në një mënyrë direkte apo indirekte do të ndikohen nga vendimi i nënshkruar, marrëveshja e nënshkruar. Duke pas parasysh se polarizimi i skajshëm i politik në Kosovë ka arritur kulmin, dhe gjithçka që bëhet përbrenda bisedave është nëpërmjet një deriçke të vogël tentohet që të vendoset në vendimarrjen kosovare, ka sjellur situatën që demarkacioni deshëm apo s'deshëm të bëhet çështja më e problematizuar në Kosovë dhe në Ballkan, sepse dim se çështja e kufinjve në Ballkan gjithmonë ka qenë çështje e ndihshme, mirë po duke pas, mund them drejt për drejt, politikanë të papërgjetshëm në qeverinë e Kosovës, nuk është marrë seriozisht mjaftueshëm çështja e demarkacionit, e cila besoj gjatë bisedës do të bisedojmë. Nga kush politikan? Sidomos nga Partia Demokratike e Kosovës, që në një formë ka të gjitha forcat vendimarrje, shifet edhe nga përgjimet e fundit që janë dalur në publik, se kemi të bëjmë me një grup i cili ka interesa jashtëzakonisht të ngushta klanore, dhe nuk do që të arrihet kjo marrëveshje? Për shkak të këtyre interesave apo çfarë? Jo, në fakt Partia Demokratike ka bërë shtyrjen drejt nënshkrimit të marrëveshjes në një procedurë komplet jashtë parlamentare. Jo, këta politikanë për cilët ju folet. Po, është çështja që kemi të bëjmë me një grup njerëzish, 3-4 njerëz që udhëheqin politikën në Kosovë nëpërmjet vendimarrjes jashtë institucionale, të cilët kanë përshpejtuar procedurën për të nënshkruar marrëveshjen, sikur duket se duhet t'i dhënë një shpërblim qoftë bashkisë ndërkombëtare apo interesave të cilat do si do në 10 vitet e fundit nuk diskutohen hapur në Kosovë. Dhe këta njerëz në fakt tani janë të përballur me një reakcion jashtëzakonisht fuqishëm edhe nga opozita, po edhe nga qytetarët të cilët për shkak se kanë qenë të përjashtuar nga procesi, janë në kundërshtim do si do kundrejt të marrëveshjes, me që ende nuk ka ndonjë proces i cili në mënyrë transparente ka përcaktuar nëse vija kufitare është e drejtë ose jo. Dhe përballë kësaj situate që ju përshkruanit politikës në Kosovë, sa gjatë sa ka të arrihet në fakt një marrëveshje e cila do të shkonte pastaj të miratohej në fillim të shtatorit në parlament? E pamundur. Unë mendoj që është e pamundur për shkak se jemi në polarizimin e skajshëm, kemi hyrë thellë në kundërshti dhe si duket ka dy obligime që janë obligimin ndaj qytetarëve, të cilët kanë dhënë votën e njerëzve parlamentarëve për mbrojtur interesin e tyre, dhe një interes i cili do si do nuk po diskutohet, si thash më herët, hapur në Kosovë, se për çfarë po bëhen këto kompromise, qofshin në marrëveshjet dhe dialogun me Serbinë, apo në rastin e demarkacionit me Malin e Zi. Nëse këto obligime janë kushte për t'i lënë të lirë njerëzit të cilët janë të akuzuar apo potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale, atëherë le të flitet hapur se këta njerëz të cilët kanë filluar negociata në cilin do drejtim të marrëveshjeve ndërkombëtare,
Këtë janë duke bërë në trysnin për ta blerë lirinë e tyre. Nëse kemi të bëjmë me pa dituri dhe me një parapërgjegjësi të plotë, siç mund të edhe të jetë rasti ku në rastin Tazëm, në rastin e gjykatës speciale nuk është lexuar plotësisht teksti dhe është sjellur për miratim, apo edhe marrëveshje tjera, atëherë të dalin dhe ta marrin përgjegjësi njerëzit të cilët kanë hyrë në marrëveshje të cilat dëmtojnë interesin e vendit. Kjo është hyrje e kushtetutës dhe në fakt mos përfshirja e gjithë spektrit politik është edhe një papjekuri politike në kuptimin e arritjes së konsenzusit të brendshëm para se të diskutohet me palën e tretë. Presidenti Thaçi, po edhe kryeministri Mustafa kanë deklaruar se me planin aktual të demarkacionit Kosova nuk humbet asnjë cop tokë. Besoni se është kështu? Pikërisht janë këto deklarata të cilat tregojnë se është e pamundur në çfarëdo marrëveshje politike. E para është se kjo tregon se ata kanë hyrë në obligime thellë para Bashkisë Ndërkombëtare në Vjenë, pa e diskutuar fare dhe analizuar dokumentacionin e duhur. Kemi një grup ekspertësh në anën tjetër, i cili me gjitha argumentet thotë se Kosova po humb 8200 hektar. Tani në momentin ku jemi është shumë pak e rëndësishme, edhe pse është shumë e rëndësishme, por në momentin politik në cilin jemi është shumë pak e rëndësishme nëse demarkacioni humb apo nuk humb teritorin Kosovë. Qa është problematika është se nuk po gjendet në asnjë formë kultura e mjaftueshme politike për ta risjellur debatin në mënyrë të hapur, pa kushte, në Parlamentin e Kosovës, i cili është i vetmi institucion që duhet ta bëjë ratifikimin në një marrëveshje ndërkombëtare. Kjo është pjesa kryesore, thoni ju, po edhe humbja ose jo e copëzave të tokës në Kosovë do të kishte ndoshta pas kësaj faze një interes tjetër të veçantë. Absolutisht. Unë mendoj që ne mund ta hapim debatin se a do të humbë dhe çfarë do të humbë. Aty flitet për një pozitë jashtëzakonisht strategjike në kuptimin e kontrollit të territorit, flitet për pasuri të sasive të ujit që Kosova ka nevojë të jashtëzakonshme, pas humbjes në një formë kushtimisht thënë të liçenit të gazivodës në veriun e Kosovës, ku Serbia në një formë arriti që ta bajnë në kontroll të plotë edhe hidrocentralin, edhe sasinë kryesore të ujit, të furnizimit me ujë të pishëm për banorët e Kosovës, një humbje e mundshme e burimeve të ujit në pjesën e Çakorrit do shkaktonte probleme të tjera në kuptimin e marrëveshjeve ekstra që duhet nënshkruar për përdorimin e ujit mandej me malin e zi. Mirë po, çfarë po them unë, në momentin politik në të cilin jemi, dhe përplasjen e fortë që po ndodh në atë nëse do humb ose nuk do humb, në cilat harta janë valide apo nuk janë valide, çfarë lloje të topografive janë përdorur gjatë analizës dhe negociatave, mendoj që në kokat e politikanëve, sidomos të atyre që kanë shkuar me shumë përgjegjësi dhe janë kthyer me shumë dështime prapa, duhet jetë se është shumë e vlefshme se çfarë do t'i ndodhë Kosovës me një shtator ose në periudhat e tjera, ku përplasja duket e pa evitueshme në kuptimin e pozitës, opozitës dhe qytetarëve të pakënaqur, se sa të mendohet se si do të shihen para vendimarrësve ndërkombëtar që duket se është brengosja e vetme, se kush mund të adhuroj një vendim të fundit kushdo që janë ata, ambasador apo vendimarrës tjerë të cilët mund të kenë edhe interes specifik në territorin për cilin po flasim. Së vendos presidenti amerikan Joe Biden në vizitën e fundit që pati në Kosovë, bëri apel politikës kosovare që ta miratonte këtë çështje apo jo. Në fakt formulimi dhe nuk pati një reflektim as pas këtij, le ta konsiderojmë një apel, sepse u deklarua kështu shprehimish nga zoti Biden. Ishte një deklaratë para zotit Biden nga Victoria Nuland, gjithashtu, unë mendoj që çështjet janë aq delikate sa duhet të analizuar me përpikmëri përcaktimin dhe fjalët të cilat përdoren. Është e domosdoshme që konfliktet në rajon të përfundojnë në formë të qetë. Edhe ky konflikt në kuptimin e territorit duhet patjetër të mos shkaktojë marrëdhënie të këqija ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës, sepse ky është edhe kusht për ecjen në integrimet evropiane. Kërkesa e të gjithëve, përfshirë edhe amerikanëve, edhe zotit Biden, është që çështja e demarkacionit të përfundojë. Nuk ma merr mendja që askush, përfshirë edhe zotin Biden dhe Departamentin e Shtetit, don ta fusë rajonin tonë edhe njëherë në një konflikt tjetër për shkak të kufinjve. Kështu që deklaratat e njerëzve që përcaktojnë që vijnë nga ana politike nuk do të thotë se janë deklarata të ekspertëve të demarkacionit dhe vijave kufitare.
në asnjë formë nuk mund të presim se zoti Biden ka analizuar gjithë dokumentacionin dhe di se nëse 8200 hektar i takojnë Malit të Zi apo Kosovës. Kjo është çështje ekspertësh dhe debatit të brendshëm brenda Kosovës. Po, çështja e përcaktimit të kufirit me Malin e Zi duket shumë e ndërlidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Që është në fakt nga bisedat e mia me zyrtar evropian është një realizim edhe nga ana e tyre se është një turp i vërtet që një çështje gjeografike të lidhet me drejtat e njerëzit për lëvizjen e lirë. Nuk ka ndodhur asnjëherë, është një precedent jashtëzakonshëm. Është një formë presioni që të arrihet edhe të përcaktohet më në fund kufiri me Malin e Zi? Ishin dy elemente të kushtëzimit për liberalizimin e vizave. Njëra ishte demarkacioni, ndërsa tjetra ishte luftimi i korrupsionit. Sikurse në një formë tregon se ky është një jo seriozitet i plot, nuk luftohet korrupsioni për një ditë dhe të plotësohet e mandej t'jepen vizat për qytetarët e Kosovës. E njëjta gjë është me demarkacionin. Kemi rastin e Slovenisë dhe Kroacisë, kanë dy kontekste të hapura, njërin në ujërat ndërkombëtare të detit Adriatik dhe tjetrën në pjesën e territorit toksor. Të dyja janë anëtarë të Unionit Evropian, të dyja janë anëtarë të NATO-s dhe të dy çështjet e kontestuese të territorit janë në arbitrazh ndërkombëtar. Do thotë ka mekanizma ligjor dhe mekanizma të drejt për drejt me cilat merren çështja e demarkacionit. Tani, kjo puna e demarkacionit me Malin e Zi është në një formë arsyetim për vonimin e liberalizimit të vizave. As Unioni Evropian, që po ballafaqohet me një krizë të jashtëzakonshme të brendshme, me refugjatët nga Siria dhe pjesa tjetër e Azisë dhe Afrikës, merr si justifikim mos lejimin dhe mos ekspozimin e mos arritjes së konsenzusit të brendshëm për ta lejuar Kosovën që të ecë para. Do të jemi të drejtë për drejtë se 5 vendet e Unionit Evropian, të cilat nuk kanë njohur Kosovën, e kanë shumë problematike çështjen për të lejuar Kosovën dhe qytetarët kosovarë të lëvizin lirshëm në Unionin Evropian. Në anën tjetër, kemi një presion të jashtëzakonshëm nga Serbia për të njëjtën çështje, sepse kemi të bëjmë me një formë tjetër të daljes në tregun evropian të qytetarëve të Kosovës, të cilët mbi 60% janë të papunësuar, dhe normalisht për Serbinë është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova të mos bëjë progresin e duhur, për shkak se është çështje e ditur se ky është një konflikt i hapur dhe Kosova vazhdon të mos jetë e njohur nga ana e Serbisë. Do të thotë ne duhet të hapur edhe çështjen e tretë që institucionet kosovare nuk janë ato të cilat kanë plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Kemi problem me sigurinë e të dhënave personale, kemi njerëz me identitete të shumë fishta të cilët kalojnë kufin nëpërmjet pasaportave të cilat jepen me emra të ndryshëm, dhe kjo përbën një arsyetim tjetër të tretë pse ka një hezitim nga Unioni Evropian që Kosova të përfshihet në listën e Schengenit të bardhë. Përfshirë edhe problemet e vendeve të posa inkuadruara në listën e Schengenit të bardhë dhe shkeljeve të qytetarëve të drejtës së tyre për të hyrë në Unionin Evropian. Do të thotë problematika është shumë e madhe se sa përcaktimi publik se demarkacioni na qenë ka problemi kryesor për liberalizimin e vizave. Ose kushti për liberalizimin e vizave. Është thyrje e të drejtave të njerëzit. Fatkeqësia është që Kosova nuk është pjesë e gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, përndryshe kjo çështje do duhet të përfundonte në Strasburg, sepse ti thua është një individi se nuk mund të shkosh për ta vizituar antarin e familjes tuaj që është duke vdekur në spitalin e Parisit për shkak se nuk keni nënshkruar marrëveshjen me demarkacionin, është paradoks edhe është diku shekulli i 15-16, ku çështjet kolektive dhe shtetërore janë të lidhura me fatin e individit dhe në anën tjetër. Zoti Abazi, lëvizja vetëvendosje, antarët e të cilës disa prej tyre kanë marrë edhe në shtetësinë shqiptare, ka njoftuar se do të organizojnë në Tiranë një protest. Më 29 gusht, kam përshtypjen, është data e kësaj proteste. A mendoni se do të ketë një ndikim të posaçëm në kundërshtimin e përcaktimit të kufirit me Malin e Zi, kjo protestë që do të zhvillohet në Shqipëri, në Tiranë? Unë mendoj, edhe pse nuk dua të flasë për vendimet e lëvizjes vetëvendosje, mendoj që mund të ketë një rëndësi simbolike. Shqipëria ka bërë një vendim të mençur në kuptimin e
demarkacionit me fqinjet nuk ka hyrë në çështjet e demarkacionit, që ka treguar një pjekuri tjetër të vendimarrjes në procesin e integrimeve europiane edhe në antarësimin NATO nuk ka hapur çështjet e demarkacionit. Unë mendoj se këtu ka pasur mundësi që Kosova të nxjerrë mësimet e vlefshme, mirë po me që po flasim prapë për interesa shumë ngushta, sigurisht që mësimet për ata që nuk duan edhe nuk din të lexojnë është vështirë që të merren. Për lëvizjen vendosje mund të them se edhe pasaporta, se është çështje që po debatohet kaq shumë, keni në të drejtën e dy shtetësisë në Kosovë apo në cilin do vend tjetër të botës është e drejtë e secilit individ, dhe unë mendoj që përkundër faktit që ndoshta liderët e lëvizjes vendosje kanë dashur të dërgojnë një mesazh tjetër, unë mendoj që kjo është edhe një formë protestës ndaj Unionit Evropian që po nëse nuk u jepen e drejta e lëvizjes së lirë qytetarëve të Kosovës, atëherë është e drejta për të marrur shtetësinë e dyfisht dhe me pasaportë shqiptare tani mund të lëvizësh lirë nëpër Unionin Evropian. Kështu që nuk mendoj që duhet ta marrim kaq me kaq shumë ndjesi politike çështjen e marrjes së pasaportave, nuk është as hera e parë as e fundit. Në historinë e të dy vendeve ka ekzistuar një edhe dëshirë edhe vullnet, por unë mendoj që është e drejtë e shqiptarëve të Kosovës që ndjehen shqiptar në çfarëdo forme, apo nëpërmjet pasaportës apo flamurit apo formave tjera. Çështja e shtetësisë është çështje tjetër. Në qartë, ju falenderoj shumë që ishit në studion tonë të lajmeve. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që qëndruat në shoqërinë tonë.